Klubi futbollistik Sharri Dortmund ka shkruar historinë këtë sezon duke shpallur kampion në ligën e rrethit të Dortmundit. Me një paraqitje të shkëlqyer dhe rezultate të qëndrueshme gjatë gjithë kampionatit, KF Sharri e mbylli sezonin në vendin e parë, duke siguruar ngritje në Bezirksliga, ligën rajonale që përfaqëson një nivel më të lartë të futbollit gjerman. Ky sukses i madh u prit me festë e entuziazëm nga shqiptarët në Dortmund dhe MGR, të cilët e kanë mbështetur ekipin me pasion gjatë gjithë rrugtimit. Kryesia e klubit luajti një rol kyç në këtë arritje, në drejtimin e kryetarit Valentin Rexhepi dhe kontributin e palodhur të Agim Jusufit dhe Valbon Hasanit, KF Sharri arriti të ndërtojë një skuadër të fortë dhe të disiplinuar, e cila e kurorëzoi sezonin me titullin kampion. Falënderime të veçanta nga klubi shkojnë për sponsorët, simpatizantët dhe tifozët e shumë të KF Sharrit për mbështetjen e vazhdueshme. KF Sharri Dortmund tashmë shikon drejt sfidave të reja në Bezirksliga, me synim për të vazhduar rrugtimin e sukseseve dhe për të përfaqësuar me krenari shqiptarët në arenën futbollistike gjermane. Ndryshe, klubi i futbollit Sharri Dortmund është i themeluar në vitin 1996 nga mërkimtarët kërçovar.